Pavarësisht kritikave dhe kundërshtimeve të brendshme, administrata e presidentit amerikan Donald Trump duket se ka rënë dakord të pranojë një avion privat super luksoz, dhuratë nga familja mbretërore e Katarit. Avioni, i cili vlerësohet rreth $400 milion, është një pallat fluturues me ambiente të stilit mbretëror, dizenjuar nga firma e njohur franceze Alberto Pinto Cabinet. Ky avion privat përfshin një dhomë gjumi kryesore, një dhomë për mysafir, 2 tualete të mëdhenj me dushe, 9 tualete më të vogla, 5 kuzhina të vogla dhe një zyrë personale. Dekori përfshin koltuq të mëdhenj lëkure, me shumë se 40 televizora, përfshirë 10 ekrane të mëdhenj, si dhe mure me ngjyrari që kujtojnë stilin e Trump Tower në Manhattan. Avioni, që më parë përdore nga një divizor i Qatar Airways për transportimin e familjes mbretërore dhe zyrtarëve shtetëror, mund të majë rreth 90 pasagjerë dhe 14 anëtar ekuipazhi. Ai ka një autonomi fluturimi prej rreth 12.450 kilometrash dhe një shpejtësi maksimale prej 1.062 km/h, duke bërë më të shpejtë dhe më efikas se Air Force One aktual. Trump deklaroi në Truth Social se ky avion do të shërbejë si zvendësimi i përkohshëm për Air Force One derisa të përfundojnë avionët e rinj presidencial që po ndërtohen në Boeingin. Megjithatë, projekti i Boeingin ka hasur me vonesa të mëdha dhe tejkalime të mëdha të buxhetit, duke bërë që përfundimi i tij të shtyhet deri në vitin 2027. Por edhe avioni luksoz nga Katari do duhet të pësojë një transformim të thellë për të përmbushur kërkesat e sigurisë dhe komunikimit të një avionit presidencial. Kompania amerikane e mbrojtjes L3 Harris është përzgjedhur për të pajisur me teknologji të avancuar për mbrojtjen, komunikim satelitor dhe mbrojtjen të ajvalëve bërthamore në rast lufte. Pavarësisht se është prodhuar mbi 10 vjet më parë, ky Boeing 7478 është një ndër avionët më të shtrenjtë dhe më të sofistikuar në botë. U rinovuan nga kompania zvicerjane Aerospace gjatë një periudhe 2 vjeçare dhe përmban sallone të bollshme, shkallë luksoze që lidhin 2 kafe, internet, radio live dhe 13 pajisje Blu-ray. Ky Air Force One i ri do të jetë avioni presidencial më i gjatë ndonjëherë, me një gjatësi prej 76.3 metrash. Ai është një kombinim i teknologjisë amerikane dhe luksit arab dhe tani po i rikthehet vendit ku prodhua, SBA-s.